Krejt rastësisht është zbuluar një plan për t'i bërë atentat kreu të komunës të Prishtinës, Shpenda Metit. Mediat në Kosovë shkruajnë se një lajm i tillë, në dukje i pabesueshëm, është konfirmuar edhe nga policia e Kosovës, edhe nga vetë kreu i komunës së Prishtinës. Ashtu si një skenar klasik i njohur në filma dhe libra, atentati po diskutohej në një restorant në kryeqytetin e Kosovës. 2 persona kanë qenë duke diskutuar këtë plan për atentat, duke detajuar planet e organizimit e madje edhe pazaret për realizimin e tij. Duket se janë treguar të pakujdesshëm ndërsa e bënin këtë bisedë për të eliminuar qytetarin e parë të Prishtinës, pasi një person në tavolinën ngjitur e ka dëgjuar të gjithë bisedën dhe ka bërë kallëzim në polici, duke rrëfyer se është folur për blerjen e armëve, si dhe për një shumë të majme për personin që do të kryente ekzekutimin. Policia ka sqaruar se në deponimin e këtij qytetari ka deklaruar se në tavolinën e krimit ka pasur biznesmen që merren me sipërmarrje të ndryshme, përfshirë ndërtimet, tregtinë dhe biznesin e karburanteve. Ky lajm lidhet me aksione që ka ndërmarrë kohët e fundit komuna e Prishtinës në shembjen e disa objekteve, por Shpenda Meti ka deklaruar se do të vazhdoj punën e tij deri në bërjen e qytetit dhe deri në bërjen e shtetit. Mos ta kenë as dyshimin më të vogël se ne mund të kemi dhe hezitimin më të vogël, shkrua në Facebook Ameti. Policia ka shpjeguar se personi që ka dëgjuar bisedën punon në institucionet e Kosovës dhe se po zhvillohen hetime të hollësishme deri në zbardhjen e kësaj ngjarjeje.